Përshëndetje nga Top Tani Podcast. Sot kam kënaqësinë të kem në këndin tonë të intervistave kampionën e Shqipërisë të parë në atlete që na ka bërë krenar në shqiptarëve dhe një nga imazhet më të vërtet, më të sinqertë, vajzë popullore dhe plot botë që sa herë që i takoj, sa herë që ndajmë biseda, mëson për një jetë të shëndetshme dhe jo vetëm. Sot me mua është Klodiana Shala. Mirë se erdhe. Mirë se të gjeta e dashur. Prej shumë vitesh që njihemi, intervista jonë e parë, që japim tek e tek, që e kam pak me sikletë se ti çfarë nuk di për mua. Unë do jem shumë korrekte, profesionale, dhe nuk do të ngacmoj për gjëra që unë i di, nuk e kam problem, por që vite Top Tani, për që do vija dhe do jepsha dhe intervistë, vetëm ti e bëm duket. Klodi, e gati të rrëfehesh? Të zbërthehem. Të zbërthehesh. Aktualisht ke nisur një iniciativë të re, si po shkon? Është përsëri po me shëndetin, është gjëja që unë di të bëj më mirë në jetën time, se siç e ndjen dhe ti që unë kur një gjë nuk di ta bëj e them dhe nuk e kam për turp me thënë që nuk di ta bëj, dhe është pjesa e shëndetit që shpeshherë unë ngrej zërin dhe siç është dhe ushqimi që unë kam hapur, tani është edhe palestra që ndër vite unë e kam pasur, por tani kam sjellur pajisjet e fundit, siç janë pista, bicikleta, por jam me infrared dhe është një mënyrë tjetër stërvitjeje, na shpjego pak më. Po, është një mënyrë tjetër stërvitje, është një mënyrë teknologjia e fundit, se siç vitet e fundit, siç dihet, çdo kush tani mundohet mi u përshtat teknologjisë dhe çdo gjëje të re që hyn. Dhe kjo është, unë kam 2 vite që doja kërkoja se si ta merja, ku ta merja, sepse dihet, unë gjithmonë them gjithmonë që të gjithë bëjmë biznes dhe të gjithë duam investojmë për të fituar. Por me thënë të drejtën, këto bizneset e mia janë të lidhura me jetën time, me emrin tim dhe me shëndetin kryesor, që nuk mundemi të bëjmë lojë me asgjë. Dhe prandaj kam këmbgulur që të merja këto pajisjet që janë një teknologji e fundit, por që janë dhe shumë të shëndetshme. Ato hyn për të parë në Shqipëri? Po. Keni ekskluzivitetin? Po, për të hapur, kam hapur palestrën dhe ato janë për 45 minuta, bicikleta ose pista që është për 30 minuta harxhon mbi 1200 kalori. Ti gjatë bicikletës si mushtrohemi, bëjmë ushtrime dhe ndërkohë është dhe një pajisje tjetër që është leja për drenazhimin e trupit, muskujve, plasifikimin. Po, nuk janë vetëm palestre, por të shërbejnë shumë edhe për shëndetin. Absolutisht. Janë përveç se neve ushtrohemi dhe djegim kalori, gjithashtu janë dhe për lëkurën, për muskujt, sepse këto janë fjalë, unë shpeshherë, po unë jam popullore. Dhe dua që të gjithë njerëzit, se nuk e kam qef atë jo bicepsi, jo tricepsi, që njerëzit, ajo është përveç djegjeve, toksinat që trupi neve ka, që është gjëja më kryesore që smundjet e këqija prandaj na vijnë, dhe ajo është për çlirim e toksinave dhe shumë benefite shumë të mira. Prandaj teknologjia e fundit që përdoret edhe sot në botë. Teknologjia e fundit që përdoret në botë, por nuk është vetëm, siç e thash, për të dobësuar, është dhe shëndetshëm. E përdorin pothuajse ka lexuar që përdorin personazhe shumë, por Ronaldo është çdo ditë që bën, sepse është për të gjithë kush merret me sport, sepse është për rigjenerimin e muskujve, është për rigjenerimin e çdo goditjeve dhe çdo dëmtimi që ne kemi. Për hernjen, për shtullën kurrizore, për gjunjët, për muskujt të dëmtuar. Prandaj është me të vërtetë, është një pajisje jashtëzakonishme. Ka rutinë si palestra, si duhet të aplikohet? Është e njëjta rutinë pothuajse, por është më e shkurtër dhe është më benefite dhe është më e mirë. Dhe fakti që është më e shkurtër, besoj 45 njerëz kohën sot e kanë kaq të kufizuar edhe të kufizuar. Kjo është problemi dhe prandaj dhe unë kam shkuar teknologjisë. Absolutisht shumë jam të interesuar goxha dhe sidomos persona që kanë jetuar jashtë, sepse e kuptojnë dhe i dinë, e njohin shumë mirë si pajisje, dhe nuk janë nga ato që rinë dhe thonë, ju po
infrat, se mos ngatarojnë me reza, por ndërkohë nuk ka lidhje fare. Dhe infraredi është që të ngroh muskujt dhe djegim dhjamin e shumë gjëra tjera të mira. Por është për mashallah. Të shkoj sa më mbar, unë isha bra dhe testin e muskujve të dhjamit edhe ishte dhe kjo një proces shumë interesant që ti para se të hysh të bësh këtë trajnim. Absolutisht, stërvitjen që ne bëjmë për të ditur si situata e trupit tënd. Ku është dhjami, ku jemi muskujt dhe si është gjendja jonë. Dhjami që është në organe që është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm që ne duhet i kontrollojmë dhe duhet i shikojmë sepse ataket kardiake kanë filluar shumë shpesh tani në mosha shumë të reja. Si do të është kontrolli në gjithë njohurit e tua? Ka filluar tani shumë thonja dhe unë kam qenë kundra vaksinës sepse unë dhe humbin e babait tim ja kam vënë vaksinës. Vaksinës që janë bërë, absolutisht, vaksinën Covidit që janë bërë dhe të ushqyerit është një pjesë shumë e rëndësishme, të bërit aktivitet, neve kemi filluar, u shpeshherë kam thënë, të heqim ashensorin, në pamundësi për të shkuar në palestra, të heqim makinën, të bëjmë ushtrime, ecje, jo sforcime, kuptohet. Është jeta, asnjëherë nuk ka qenë për dieta drastike. Ka dhënë gjithmonë këtë shembullin e kundërt që shpesh e dëgjojmë, dhe tani së fundi që ka dalë edhe në deklarata e presidentit amerikan Trump për ndryshimin e piramides, rënies së piramidës së pamshme, duket që kur ka fjala fjala ime që në çdo emision që ti e di shumë mirë, që është gjithmonë që unë kam qenë kundra të mos ngrohnit vezës, kundra të mos ngrohnit mishit, kundra të mos pjesës yndyrore, gjalpin, por gjithmonë kam thënë me karar, sepse truri jonë është ushqehet me yndyrë. Është e nevojshme. Trupi jonë është absolutisht që po. Por gjithsesi unë gjithmonë kam thënë, ne nuk kemi copy-paste të njëri tjetrit, mund kemi në një moshë, mund kemi në një strukturë, por nuk kemi njësoj. Ne jemi doktor të vetes, e kuptojmë. Nuk duhet të shikojmë sepse tani edhe interneti ka vetë mira dhe të këqijat, po absolutisht që po. Por nëse ne bëjmë një regjim ushqimor, gjithmonë kam thënë, një regjim ushqimor shumë të mirë. Ta hajmë shalqiu një në janar, por kur ka kohë, çdo gjë, domaten, specin dhe çdo gjë në kohën e vet, absolutisht një aktivitet, një gjumë shumë e mirë, sepse dhe gjumi është shumë i rëndësishëm. Pastaj stresi nuk mund të themi se stresi nuk hiqet në sust, absolutisht që jo, sepse dhe vetë jeta ka ardhur, me të vërtetë është një lodhje dhe stres vrap në çdo moment, por neve të mundohemi më sa kemi mundësi. Po di, aq sa jemi bashkë, kemi mbi 15 vite që rrim bashkë dhe ndajmë shumë gjëra. Në to kohë ndërmarr shumë iniciativa të suksesshme, për një arsye apo për një tjetër, ke thënë stop, ke rituar prapë. Asnjëherë nuk e dekurajuar. Kur kam qenë në sport, në fakt, ka pasur disa raste që nga dëmtimet, se njeriu kam qenë dhe më e re dhe kuptohet, kam thënë se duhet të bëj këtë, se duhet të luftoj kaq shumë. Por para pak kohësh në një intervistë urimi për vitin e ri, thënia ime ka qenë që më lën Zoti me këto hallet që kam që të më maj zgjuar gjatë gjithë kohës. Si unë, si ti dhe si shumë femra të tjerë që në njohim, që i kemi në rreth, kanë luftuar që të jemi këtu ku jemi. I fel, po nuk luftuam, po nuk mërzitëm, e mira nuk do na vi asnjëherë. Ti nuk dorëzohesh më njëherë, Ploti? Me thënë të drejtën, nuk dorëzohem. Ka raste, por në raste të familjarët, me i fel si që kam pasur humbin e babit, që ka pas ditë të vështira që mund të jem dorëzuar, por përsëri kam luftuar për të arritur. Unë kam një shprehje në fakt, ti e di shumë mirë, që unë them gjithmonë që jeta është o këtu, të mesme nuk ka. O duhet të luftoj, pastaj dorëzohemi. Flejmë gjumë, dorëzohemi. Të mesme në jetë nuk ka. Prandaj duhet të luftoj, duhet të arrim çfarë i kemi vënë vetes tonë. Parajs. Jo, po diçka të mirë për të jetuar dhe më e rëndësishme është që si unë dhe si ti kemi arritur gjërat që i bëjmë vetë dhe ato çfarë duam vetë.
Po. Më mirë hajmë bukë djathtin pa hajmë tonën, bukë djathtin dhe jemi dhe flim shumë rana dhe jemi të këndshme dhe e pim një kafe me kënaqësi me njerëzit tonë të dashur, sepse edhe Zoti mos na lënë dhe pa shoqëri. Ti ke shumë shoqëri në fakt. Je zgënjur ndonjëherë prej tyre? Jam zgënjur shumë herë. Siç thash dhe më përpara që me moshë çdo gjë, tani në fakt e mendoj dhe them do zhgënjem nëse do më mërzisësh ti. Apo 2-3 veta të tjerë shumë të ngushtë që unë i kam. Mbas vdekjes së babit, në fakt unë kam filluar duke mësuar fjalën jo. Se babi rraf në pas më thonte gjithmonë, keqen babi mëso e fjalën jo, se në gatishmëri për çdo gjë. E vërteta është ty në çdo orë të marrësh ti gjithmonë ta telefonin. Nuk ka kunjë jo nga ana jote. Dhe kemi të gjithë të. Po pra Nuk me mikeshat. Po nuk keq mos me i bë njeriu, kena mundësi për të ndihmuar, ti ndihmojmë, por tani me thënë të drejtën kam filluar duke mësuar pak fjalën jo, kur më pyesin a e njeh këtë a e bën këtë punën, kam filluar duke menduar, në fakt e kam vënë vetëm kam parë njerëzit që më kanë ardhur në vdekjen e babait tim. Në jetë që e kam i thënë kur ti pson diçka, kur aty e shikon që kush të ka respektuar. A është keq apo është mirë që po e them nuk e di, po për mua kjo ka qenë që unë e shikoj se këtë duhet të respektoj më shumë, në respekt, sepse dasmën siç themi ne e bëjmë gjithë secili e bën vetë. Kurse në vdekje kur ti ndjehesh me të vërtetë, aty ndjehesh, aty e kupton që kjo që ka mërzitje shumë e madhe, aty e kupton që kush të ka ndetur afër. Sepse fjala mirë, zemrën askush nuk ne shikon. Edhe doktori kur të operon nuk e shikon. A e ke zemrën kaq të lumtur apo jo? Kaq. Kështu që zemrën nuk ne shikon njeri, e rëndësishme është fjala. Dhe fjala për mua është me të vërtetë me vlerë. Dhe ti do të ke thuar goxha e rëndë humbjen e babit. Babi është te babi kam kuptuar një vizitje shumë. I fel të gjithë të tjerat më kam thonë si e ka asgjë. Mënyra se si iku ishte shumë e rëndë për mua. Shpesh herë ri dhe mendoj me fjalë sot në fakt po e them që doktoresha që u interesua për babin mua më zhdukur sikur ajo nuk ka bërë aq shumë për babin, dhe unë e lash sikur e lash vetëm, sikur e trastova, dhe prandaj mua jam mërzitur shumë, ti e di shumë mirë që çfarë kam hequr mbrapa shëndetësore, sepse stresi, si thash, është gjëja më e madhe që bëhet. Por kjo që ka jeta, nuk kam ngelur në pishman pjesa që unë nuk luftova aq shumë për babin. Çfarë ka ngjenë gjë e mirë nga babi, përveç asaj që the për pjesën me tio, një këshill që ti sot e ke bërë në jetë? Babi gjithmonë, edhe shoqëria ime gjithmonë thonë kur ishin të mërzitur, thonë kur do shkojmë ta kem babin tonë, sepse babi gjithmonë e bënte. Unë dhe kur bëja diçka, babi im dinte çdo gjë time, unë i tregoja çdo gjë dhe kur bëja diçka i thoja kam bërë një gabim shumë të madh, është gabim kjo. S'ka gjë më babë, më thonë ti se nga gabimi do mësosh. I thosha po është gabim shumë i madh, s'ka gjë e rëndësishme është që ti e ke kuptuar që kjo është gabim. Kështu që dhe gjithmonë shpresën është e babit që lufto se do ja arish sepse ke bërë shumë mirë në jetë dhe nuk ke jo për të gabuar, po nuk e bërë keq, më thonë, dhe Zoti ty do t'i bëjmë mbar çdo gjë. Dhe erdhi një moment, ndoshta mbas lodhjes, e streseve dhe gjërave, sikur unë kam gjetë një qetësi në jetën time, pavarësisht lodhjes, se lodhja nuk ka,
që zgjohem në 5:30 të mëngjesit dhe përfundoj në 10 të natës, që jam në punë, ti e ke parë. Jam duke larë benët, jam duke blerë dhe perimet, jam duke pastru dhe palestrën, jam duke nditur. Klodi, në të vërtetën. E bëj me qef. Ti e di shumë mirë që unë e bëj me qef. Siç bën ti atë pjesën që shumica u habitën që si Hilda bëri revistën, librin e të ushqyerit, që ti e bën me pasion, ne që të njohim e dim se me sa pasion i bën të gjithë punët, që ke kohën dhe për familjen, dhe për bashortin, dhe për vjerin, dhe për familjen, dhe për ne, dhe për gjithë. Ja, absolutisht që po, pësat mos me fal. Dhe çdo gjë është. Nëse duke menduar backgroundin tënd, gjithçka që ka arritur, një figurë mediatike, një njeri që përveç rregullit që ka për veten, dalit që ka dhe të bëj kaq shumë punë, je rrallë. Kjo ndoshta është merita mamit. Atë është të mamit, që është... Kjo është merita mamit. Është ajo që kur ishim të vegjël dhe unë dhe im vlla më i qel, edhe vlla im është një punëtor i frikshëm dhe ai. Është i qeshur, nuk e shikon asnjëherë më i fel, pavarësisht edhe ai në 5 mëngjesit deri në 10 natës, kur nuk e shikon të mërzitur, është mami ajo që kur kemi qenë vegjël, normalisht nuk ishim të kënaqur me mamin, sepse thonim që kjo na vën këtë punën. Mbaj mend mamin kur unë të vegjël që nuk e koncepton njëri në klasë të dytë ose të tretë, kur vinte mami nga puna, më kishte lënë detyrën për me larë shtëpinë. Dhe po pyes pllaka çeri ke la një herë apo 2 herë? Sepse na kishte mësuar një herë me të lagur, një herë me të thatë. Dhe kur ti je në klasë parë, ti do të lozësh me fëmijët për me dalë jashtë. Dhe ajo ishte striktja në çdo punë. Ne dinim, na ka vënë të gatuar, na ka vënë të lajm, pavarësisht që në shtëpinë tonë kishim gjyshen, kishim mamin, babin dhe edukatën e punës. Edukatën e punës ne e kishim Dhe të pastërtisë. Të pastërtisë absolutisht që po, ndoshta se mami është nga Dibramava. Dhe këto Dibronet marrin një çik me një fjalë si shumë pastërtore. Se di nana dhe mami e shuka qenë, klasë për familjen time. Dhe mbaj mend nanën time, në fakt kur ishim të vegjël thonte, duhet të ndroheni 2 herë në ditë. Se ja ju bjen në një të fikët në rrugë dhe vjen ambulanca dhe ju çfarë kjo me të demokracisë. Kështu që Mami sot është krenare për ty? Mami në fakt bën shumë bas vllajt. Jetë mamat shqiptare. Kam qenë me babin. Albani ka qenë është me mamin. Besoj se është, nuk është nga ato tipat që është shpreh. Jo, shumë nuk është nga ato tipat që biles para se ti kthenin përgjigje, sepse tani ky brezi nuk din atë, ai kthehet përgjigje mamit apo jo, po ne nuk i kthenin përgjigje mamit dhe babit. Nga brenda mund thonë ndonjë gjë, por nuk e shprehin. Kur unë merja medalje, thyja rekorde, dilja, dhe mami kur vjen më thonte, a vashme, medalje ke marrë, sikur se çfarë ke bërë. Nuk të jepte atë kënaqësinë. Ndoshta brezi dhe ajo pjesa që unë mos të dilja mbi kushëritë, komshit, mos të merja me i fjalë atë pjesën, dhe gjithmonë jam mësuar me atë, s'kam bën ndonjë gjë. Ose po të më thot dikush që ua sa bukur e vesh, ose sa mirë kështu, nuk jemi neve me atë, jemi brezën që të kemi qenë të motivuar. Këtë pjesë, ne jemi edukuar të punojmë, të mos t'i bëjmë keq njeriut, dhe të luftojmë, të arrijmë më të mirën. Sot si ke marrëdhënie me mamin? Ka ndryshuar? Ai jeton në Greqi, ti në Tiranë, vini shpesh njëra tjetra? Mami nuk është se vjen shpesh në Shqipëri, sepse për arsye shëndetësore gjëra të tjera ajo është në afit, por komunikimin e kemi çdo ditë. Nëse unë nuk hap njëherë telefonin në mëngjes, është me mua e ka. Kurse me tim vlla nuk ka problem. Po 3 dhe 2-3 ditë ai ka punë. Ai ka punë. Ai nuk ka gjë. Tipsa nuk ka hapur telefonin. Shprehur dashurinë, thua ndonjëherë të dua, apo të thotë ajo të dua? Mami, në fakt, mbas vdekjes babit, them sikur kemi filluar afrimitetin e mamit që të më thot të pus. Kjo është gjë e madhe, me fjalë të pus. Se djalit i thonte këtë pjesën. Kurse me mua ishte si më e ftohtë, si më
ndoshta edhe unë me mamin, nuk e di, nga që kam pas marrëdhënie me babin shumë të afërt dhe flisja çdo gjë me babin. Mami ishte, tani kemi ndryshuar, jemi Të zbutur pak në shprehi. jemi zbutur në shprehin. Të pus, natën e mirë, mirë zemër, këto janë ato fjalët. Fjalët e ëmbla tu. Fjalët e ëmbla tona. Me Albanin, si shkon në raporti, bashkë restorantin, të dha një dorë të madhe dhe Absolutisht po. Ai rrugëtim po vazhdon. Albani është këtu në Amerikë. Albani është këtu në Amerikë, po për pak ditë kemi prapë në Shqipëri, kështu që do vi të na japi një dorë tjetër, do shkoj do vi, për arsye se dihet që Albani ka ikur shumë i vogël në fakt nga Shqipëria. Ne marrëdhënie kemi pasur që të vegjël shumë të mirë. Me një ndryshim, Albani ka qenë pak kërnat se unë jam nga ajo dorë lëshuara. Kur na jepte babi lek për me blerë akullore. Ja, Albani ishte babi na jepte lek për të marrë 2 akullore ose 2 akullore dhe 2 aranxhata të ndikueshme. Albani merrte 1 akullore dhe 1 aranxhat. Ka qenë ai ka qenë më i mbledhur në lek. Por unë me Albanin jam një marrëdhënie jashtëzakonisht shumë të mirë, jemi shok shumë të mirë. Pastaj vlla dhe motër, nuk e di marrëdhëniet të tjerëve me fjalë, po unë e shikoj me shoqërinë time, sikur unë me vllajën tim kam një marrëdhënie më të bukur. Dallohet që jeni shok. Po, jemi shumë shok. Është djalë punëtor, është djalë i qeshur, nuk e shikon kur unë dallohem kur jam me nerv. Albani nuk është atë pjesën, unë e kam kështu atë. Është e ka ndikuar edhe Amerika për të qenë gjithmonë. Po, Albani ka ikur shumë i vogël. Albani ka qenë në Greqi, pastaj ka ikur në Londër, aty u njoh në ish bashortën, pastaj ka 2 fëmijë të mrekullueshëm. Vajza Bruku është 10 vjeçë dhe sem që i ngjan allës në pjesa. Çfarë raporti ke ti me ndeshjet? Nuk kam një marrëdhënie jashtëzakonisht shumë të mirë, sepse duke qenë pjesa larg, po ish bashortja e Albanit është amerikanë dhe ka atë pjesën, ajo kam ndetur me gjyshën dhe me tezën e vet dhe unë kam pas një marrëdhënie shumë të mirë me djalin në fakt. Djali unë sa shkoja Hajdi ishte flinte me mua kur i kja unë ka një djalë dhe një vajzë, djali më të madh dhe vajza më të vogël. Por vajza ka një talent të frikshëm në sport. Në gjatë hallës. Gjatë hallës dhe në ushqim është si halla. Ç'mu do ndodh një kampione e re në horizont. Besoj se një shala tjetër ndoshta, sidomos Amerika, që Amerika e vlerëson shumë sportin, kështu që të shikojmë. Ti ke shënuar suksese, po ke marrë nga ky vend gjithë atë vlerësime që të duhet të kishe? Hilda, me thënë të drejtën, jam ato shprehje që jam e lumtur, jam krenare, apo ku e di unë, ti e di që unë nuk di të bëj kështu gjërash. Nga Shqipëria nuk është se kam marrë asgjë. Kur më pyesin për pjesën a kam një rrogë nga shteti shqiptar, unë nuk kam as edhe një herë një rrogë nga shteti shqiptar. Kam lënë sportin pavarësisht që unë vetë këtë VKM të sportistëve për të punësuar, siç janë bërë disa kolonela, general, policinë, Ministri i Drejtësisë, kam qenë unë ajo shtysa, siç kam bërë dhe qendrën olimpike, po unë kam qenë ajo shtysa që pavarësisht që nuk e përmendim, po unë gjithmonë kam qenë pro zërit të sportistëve. Nga shteti shqiptar unë nuk kam asnjë gjë. Kam 10 vite që kam hapur biznesin tim dhe kam paguar sigurimet e mia, i kam paguar vetë. As edhe një ditë nuk kam. Kam 34 vite, kam që investoj në fjalë, por 10 vite kam paguar vetë sigurime shëndetësore, 24 vite nuk më janë njohur. Ja, fare, unë nuk kam as edhe një ditë. Por gjëja më e mirë që unë ndihem me të vërtetë, dhe pse kam mbi 12 vite që kam lënë sportin, unë kudo që shkoj unë njifem. Dhe nuk ka gjë më të mirë që dhe këtë gjë kam lënë vetë. Klodi emrin e ka lënë vetë. Por nga sporti. Po absolutisht por nga sporti, se po mos isha sportiste nuk do e kishte njohur njëri Klodiana Shalën, nuk e di se çfarë profesioni mund të isha, por gjithsesi kam një dashamirësi nga populli që me të vërtetë ndjehem jashtëzakonisht shumë mirë. Ti e di shumë mirë që unë kujdo të bi,
telefonit, zyre, çfarë do lloj partie qofshin ato. Unë i kam dyert e hapura. E vërtetë. E bumre edhe për herë që zgjidhe një gjë. Po, këtë radhë shqyr Zotit e zgjidha për veten time. Se gjithmonë mendoj Për të që tjerë. duhet për të... Por nuk është pak kjo, që të kesh respekt, e thëmë të drejtën, leku shkon dhe vjen. Duhet dhe leku, sepse nuk mund të themi që jo nuk duhet, jam mirë vetëm me emrin, por me të vërtet ndjehemi jashtëzakonisht shumë mirë. E ke menduar ndonjëherë që mund të bëj diçka tjetër në jetën që se do ishe bërë atlete? Që e vogël, unë kam udhëtuar shumë herët me avion. Në 93-shin unë kam hyrë avionit për të marrë pjesë. Kam marrë pjesë në lojrat olimpike rinore, ku kam dalë 4 në lojrat olimpike rinore në bazë të Anglisë. Dhe që kur kam hyrë në avion, më ka pëlqyer shumë stewardesi. Më pëlqente të udhtoja. Më pëlqente ai lloj shërbimi që ti shërben njerëzve dhe ke komunikim me njerëzit. Kjo ka qenë. Po që do të shkonte si profesion. Do më shkonte, nuk e di a bëhet tani. Në moshën që kam. Ta do më pranojnë apo jo. Për që janë edhe më të mëdhenj, po nuk e di kur fillohet. Ajo është si vija, ma pranojnë tani apo jo. Po. Kur ka audicione. Do më pëlqente në fakt, do më pëlqente prapë pjesa e marrëdhënieve me publikun, do më pëlqente pjesa e të bërit të pjesës së sportit për sportistët në ndihmë. Apo se tani ma kujtove, më ka para shumë vitesh unë u stërvisja dhe shkoja në Greqi ose në Maltëzi për Shqipërinë, sepse nuk kisha stadium. Mitel sot është luks sporti. Kur kemi bërë në sportin brezin, ne nuk kemi pasur kushtet më minimale. Me i fjalë, unë jam stërvitur në beton, në asfalt, liçenin ditë çdo pemë të liçenit, sepse aty unë dhe komplet brezin. Dhe kërkova që shumë vite përpara, kërkova që të më çonin atache kulturor. Atache kulturor. Pa. Sepse doja që të shkoja në një shtet tjetër që të stërvisja për Shqipërinë, se shkoja po me lekët e mia. Me fel falënderit Zotit prej familjes time që unë jam stërvitur, që ato donin që të më plotsonin ëndrrën time që deri ku do shkonte Klot Shala. Dhe shkove në Greqi në atko? Ku shkove? Jo, unë shkova në Greqi sepse më ndihmuan familjarët, më ndihmuan dhe sportistët me i fjalë shqiptar, ku që bënin për ekipin e Greqisë dhe unë kam qenë në qendrën olimpike të sportistëve olimpik në Glifad, në Athina, ku Luan Shabani, Mirela Manjani, Piro Dhima dhe të Xhelili, të gjithë kanë qenë aty dhe ato më kanë ndihmuar. Falë ndihmës tyre dhe në fakt falë ndihmës së shtetit grek. Unë nuk kam paguar as edhe një gjë, pavarësisht që unë përfaqësoja Shqipërinë. Por unë u stërvisja aty. Ata kanë vlerësuar sportin shumë. Unë në shtetin grek dhe gjithashtu dhe në Maltëzi jam stërvitur. Nuk kam paguar në qendrat ku jam stërvitur. Ja di absolutisht për falënderit. Nuk mundem me i fjalë të them që nuk kam pas racizëm, nuk kam pas që dikush të më ofendonte apo të thonte, por i kam pas për krahas, sidomos sportistët shqiptar që kanë garuar për shtetin grek, kur ndigjoj shpeshherë që thonë jo po kanë ikur, jo po gjithë secili e din vetat e problematikat, arsyet në shpinën e vet dhe pse e kanë bërë. Dhe shkollat i gjykosh në jashtë. Shumë kollaj me i gjyku tjetër, shumë kollaj me apo llogari tjetrit, por unë ja di për shumë faleminderit të gjithë sportistëve që kanë jetuar në Greqi, se me të vërtet me janë gjindur në çdo moment. Si të ka qenë momenti më i bukur i karrierës tënde si atlete? Kam shumë me thonë të drejtën, po me mosh kam filluar duke i haruar. Jo, mund të jesh bërë më selektive. Garat e para, në fakt, ku e përmenda kam dalë 4 në lojrat olimpike rinore, që akoma nga sportistët shqiptar nuk ka arritur këtë rezultat, absolutisht. Rekordet e mia janë goxha të forta, unë kam 60, 100, 200, 400 pengesat, sallat të hapura të mbyllura, kam 800 e moshave.
por aty kam dalur e treta dola, por neve në sport kemi kur jemi në korsit të ndryshme, kur jemi në të katërt, dhe unë isha në të shtatë dhe ajo që dolëm e treta dhe e katërta Brazil, e merë korsia katërt. Unë isha në korsit të shtatë dhe unë dole e katërta, pavarësisht Brazil. Dhe ka qenë efort të katërtra ne që kemi dalur në lojrat olimpike rinore në bazë anglisë 1, 2, 3, 4. Të katra ne kemi qenë kampion Europe, kampion e Ballkani, kampion olimpike, Fani Kalkia, një Rumunia, Tirlea, të katra neve kemi bërë katra njëra tjetër ndër vite, deri në fund e Mbajtni maratonin me to? Jemi shkruar në Instagram tani, por nuk kemi takuar, jo. Me të Greqis, po, patjetër që unë sa herë shkoj, komunikojmë dhe mesazhe dhe shkojmë takohemi po në Agje Kozma. Po ku kemi ndetër. Ku ti mendon shumë të bukur. Pastaj është një garë jashtëzakonisht shumë e bukur që unë nuk e harroj kur, është në Ankara. Kampionati Evropian ekipor, unë kam marrë pjesë në 4 gara. Dita parë ka qenë 400 pengesa. Dola e para, thyve rekord. Mbas 40 minutash kisha 400 drejt. Dhe aty dola e para thyve rekordin dhe aty. Pastaj mbas një ore gjys kisha 4x100 stafetën që bëra. Të nesërmen pastaj kisha 200 metra. Dhe aty dola e para dhe thyve rekord. Dhe aty 4 gara, 4 vende. Jo, 3 vende para, kurse 3 garësh. Një garë kolektive. Dhe e fort ka qenë që e dyta në 200 metra në garën time ishte doli Turqia. Dhe me Turqin kisha një marrëdhënie jashtëzakonisht shumë mirë. Kur mbarova garën, Turqia më shajti në gjuhën e vet dhe me fjalë si çdo kush e kupton që kur të shan çfarë do lloj gjuhë është, është mikën e fytyrës. Në mika. Dhe mbasi shkuam te dhoma zhveshjes, i thash, po ti çfarë, no, çka ke? Tha, di çam bëre ti, tha, më hoqe ta 100.000 euro, tha, më hoqe ta nga duart, tha, medaljen, sepse Për vitit e unë pa, ai nuk çfarë vlerë ka pasur. Po, ajo 2005-a. Para 21 vitesh. Po, Më në 2005-a. Sa premium Shteti turk i jepte premium, vendi i parë. Dhe kur ma tha mu kjo, thash, po ti pse s'ma tha? Si ishe bërë për para, jo, s'ishte, po ja kisha lënë në fund, kishim bërë atë pjesën, sigur kisha xhiruar. Po ti t'ma kisha tha. Okej, se unë nga shteti shqiptar nuk është sa merr gjë. Thjesht merja medaljen, okej, kënaqësia, po nga misia dhe mund ta kisha bërë atë gjë. Asnjë gjë financiare. Për këtë, jo, financiarisht, jo. Neve, i fjell, jo vetëm unë, për gjithë brezi jonë, unë kam marrë në muaj 150.000 lekë të vjetra. Dhe ato u qyshen honorare, prandaj neve nuk kemi asnjë ditë sigurime, sepse kemi marrë tip shpërblimi, po 150.000 lekë të vjetra. 25 vite sport, unë nuk kam as edhe një ditë sigurime. Kështu që është kjo më i thel Sot ka raport si është situata? Absolutisht që po. Sot janë rrogat shumë, nuk flitet, më i thel rrogat janë mbi 1 milion. Ke jetuar në kohën e dur apo ishte koha jote ajo? Ajo ishte koha ime, gjithë secili ka ato vështirësitë e veta, absolutisht të vjen keq për anën financiare. Të vjen keq për anën e kushteve që ne nuk kemi qenë, unë nuk kam pasur këpuc me thumba, bëhet fjalë. Një palë këpuc me thumba kur mi sollën nga Gjermania me misi, unë 2 ditë i kam bajt ato këpucët me thumba në kravatë, zoti ma thu se çfarë kisha. Por unë sportin, jo vetëm unë, ne kemi sportistë se i Prizrenin, Elis Gurin, që i kemi Evis Dembon në Amerikë, kemi shumë sportistë, po marr pak nuk po i përmend sepse janë dekada sportistësh, e kemi bërë me zemër. Kjo është gjë shumë madhe dhe gjithmonë kur ngren, sepse kur ti përfaqëson Shqipërinë, ti përfaqëson kombin, ti përfaqëson është flamuri aty. Thotë Albania. Është emocion shumë i madh, Është emocion jashtëzakonisht shumë i madh dhe unë them, çfarë do lloj gjëje që mund të bëj në jetë, atë emocion që më ka dhënë dhe është pat shumë i madh ai. Në këtë fazë të jetës, çfarë ke një ëndër, ke një dëshirë
Çfarë mungon jetës tënde? Ne kemi shumë ëndra. Që kur lindim, që kur jemi të vegjël, që kur lozim, që kur shkem shkollë, mbarojmë shkollën, ndërojmë fustanin usëris, na ikën fustanin usëris, ndërojmë të kemi bebin, na ikën dhe ajo pjesa bebit, është çdo gjë dekad. Tani ëndra ime është të jemi mirë, të kemi familjen mirë, pavarësisht që në familje kemi zënka, dashuri, mbetje, gëzime, si çdo familje, sepse asnjë gjë në jetë nuk është fush me lule. E rëndësishme është të jemi të vërtet. Tani ëndrat e mia janë të kem mamin dhe vllain mirë, me shëndet, të kemi punën, dhe tani që shprehimi është shëndet dhe lek. Sepse Zoti e dinte se çfarë kemi për kismet gjithë secilit. Të gjithë ndëronin familje, deri tani akoma nuk është familje. Nga fustani, nga baby, nga Fustani, po. Fustani. Ma i tira maj, tot italiane, por deri tani jo. Kur t'i vi kismeti, mami i fjallë, po ta ndigjoj këtë, nuk e di se çfarë do mbëj, por mami ndronin dhe për fustanin e bardhë. Mami më ndëron për fustanin e bardhë dhe çdo mëngjes është zgjimi im, është çfarë kemi në një gjë të re. Ndërkohë darkë kemi thënë natën e mirë me njëra tjetrën. Dhe unë me shaka i them sot ndoshta do mbjell një pemë, sepse nuk dua dhe atë ta mërzis fjalën, sepse unë gjithmonë them dhe kur jemi në tavolinë me shoqërinë, kush është ai ose ajo që nuk don të mirën e vetes. Gjithë secili në atë botën e vet don të formoj, don të bëj gjën më të mirë, por janë të shkruara. Janë disa gjëra të shkruara, janë disa gjëra varet, por unë gjithmonë them që inati apo fajin e ka vetëm Klot Shala. Asnjëri tjetër. Sepse kemi zgjedhjen në jetë, kemi disa gjëra, mendojmë me zemër apo me trup, pastaj është tjetër gjë, por ne kuptojmë me kësaj gjë ke menduar më shumë me zemër apo me tru? Po të kisha menduar me tru do ishte mirë. Ka menduar me zemër. Me tru ndoshta mendojmë disa gjëra të tjera, kur bëjmë matematik për punë, për një gjë, kurse për familje, unë mendoj që njeriu nuk mendon me matematik. Njeriu mendon sepse njihet, don t'ja kaloj mirë, don të bëj familje. Pastaj se çfarë të ofron jeta, të ofron është tjetër gjë, por çdo kush niset për të mirë. Çdo kush do të mirën e vetes vet. E drejt. E kam pasur kismetin apo se kam pasur? Nuk e dim tani, e shohim. Se ti ka kismetin e vet në jetë dhe Zoti ka shkruar gjëra të bukura për ty dhe unë jam shumë e lumtur që ndam të bisedoj. Unë jam falendëruese, sepse çdo gjë në këtë jetë e kam bërë vetë dhe çdo gjë në këtë jetë unë kam pasur, përveç familjes time që më janë gjindur, unë kam pasur shoqërinë dhe miket dhe miqtë e mi më të ngushtë që me të vërtet, siç e theti në fillim që unë jam një telefon për njerëzit e tjerë, unë ashtu jam dhe për njerëzit e mi më të afërt, për mikët dhe për miqtë e mi më të afërt, që një telefonat dhe edhe sikur një të qeshur, unë e di që i kam afër. Kështu që kjo është gjëja më e rëndësishme në jetë, mos të lënë Zoti pa shoqëri, shëndet, një shoqëri e mirë, mos i bëjmë keq njeriu dhe kjo është parimi në jetë. Pastaj gjithë të tjera çfarë do kemi kismet, i kemi. Shumë faleminderit. Faleminderit, ishte kënaqësi. Ishim me Klodin Shalën në një intervistë shumë të bukur në fakt, dhe jam shumë e kënaqur për gjithçka që ndajmë sot bashkë. Mirë takofshim në takimin tjetër në Top Tani Podcast.